Siç mund ta shikoni, ka ardhur koha jone e preferuar e të gjitha gocave, do bëjmë një shopping haul të Zarës, edhe disa produkte që morën gratis. Këtë haul po e xhirojmë në Stamboll, momentalisht jemi në Stamboll, edhe si ditë e parë këtu bëm një shopping të mirë. Nga të gjitha herët që neve kemi ardhur në Stamboll, sot ishte hera e parë që kemi në një Airbnb afër Taksimit, kështu që patëm mundësi të shkonim dhe të vizitonim sheshin Taksim edhe ato rrugën kryesore me dyqane, dhe në Zara kishte një super koleksion dhe kemi bler super gjëra. Tani unë këtu kam edhe gjërat e mia edhe të mamit, do filloj me të miat, pasi do të tregoj edhe të mamit. Si fillim janë këto pantallonat e bardha me polka dot të zeza dhe kishin edhe këtë rripin e zi kështu, ishin shumë të bukura dhe i mora. Kishte super set e linoje, si me fund edhe me këmish, si me pantallona të shkurtra edhe të gjata. Unë zgjodha një me pantallona të shkurtra, ngjyrë kafe, një lino e freskët edhe plot, jo transparent. U shisnin set edhe mora edhe këmishën, domethënë për udhtimin ton të radhës në fund të majit do jetë perfekte. Zara këtu në Taksim ishte në total 3 kate, një kati në ndeshëm edhe 2 kat 0 dhe 1, dhe kishte shumë gjëra, po nga që pam 2 kate, shkum te kati fundit pastaj dhe ishim të lodhura dhe e mbyllëm, si të themi. Nesër do shkojmë përsëri për të parë gjëra tjera sepse kishte edhe koleksion me ngjyra dhe me lule shumë nice. Ju tregoj edhe produktin e fundit që mora, ishte kjo rita në ngjyrë kafe, kështu shumë nice, edhe kishte mëngë të gjata. Është goxha e dukshme, por do ta vesh me recepeta të përshtatshme për udhtimin që do bëjmë, sepse do jenë edhe për verë, po kryesisht për këtë udhtim i mora. Tani do ju tregoj gjërat që mori mami. Si fillim janë këto pantallonat e kuqe të gjata, kështu shumë të lezetshme, dhe do të kombinoj me një bluzë të zezë që ka bler më përpara këtu në Turqi, që nuk e kam tani këtu, e kemi në Shqipëri, po ideja. Kur kemi qenë në Stamboll herën e kaluar, mori një palë pantallona lino që kishin një prerje shumë nice, shumë të lezetshme, por nuk kishin një bluzë tip kombinonte, dhe sot pam këtë dhe shkonte shumë, domethënë këtë i kishin bërë kombinim me ato pantallonat që mami ka marrë herën e kaluar, edhe i morëm. Unë kam për ju treguar edhe këtë blerjen që bëra në gratis, por janë shumë produkte dhe nuk besoj se do më dali koha që t'ja u tregoj, kështu që do bëj një part 2 holi dhe ku do shifim produktet e gratis. Shpresoj që ky hol nga Zara t'ju ketë pëlqyer, do shifemi në partin tjetër. Ju puç!